Ne duhet ta shohim pak më strategjikisht. Pastaj çështjen e procesit, bim gjithë dakord që është një proces i gabum që është bërë, paktën komunikimi. Qartë. Që kemi nevojë për këtë lloj investime, Shqipëria ka nevojë për këtë. Po pra, eksakt. Dhe them strategjikisht sepse kemi një aeroport të Vlorës, pavarësisht problematikave. Pra, ty është bërë gjithçka. Do jetë në shërbim të këtij investimi. Kemi tunelin e Llogaras në shërbim të këtij investimi. Pra, po ta shikosh atë pikturën e madhe, unë mendoj që ky ka qenë një projekt i vjetër, pra prej 7-8 vitesh, dhe është strategjikisht është një projekt shumë i mirë. Po të shikosh pak i marrën, lejet e zhvillimit që po jepen i marrë, janë të gjitha investime që do të arrisin vlerën tonë turistike. Pra, po mendojmë drejt turizmit cilësor. Unë shikoj pak se si ka evolu Turqia. Në vitin 2000 në Turqi ka pas në zonën e Antaljes, pra flasim zonën më turistike e Antaljes. Turqia jep të lek pronarve që të zhvillohesh. Dëgjoj pak të se është shumë interesante. Ka pas vetëm 700 dhe në 1000 hotele. Me një të ardhur nga turizmi në vitin 2000, që ka qenë 3.5 dhe në 4 miliardë dolar. Sot ne flasim për 2500 hotele. Pra, 2500 hotele. 500 janë me 5 plus yje, dhe një të ardhur nga hoteleria, vetëm në Antalje, në 17 miliard dolar. Pra, kjo të regon se çfarë t'jep këto lloj investime strategjike. E zëm se do bëhet ky investimi. Dali pastaj ke pjesa tjetër. E zëm se do bëhet ky investimi. Çam hyn mua në xhep o vlla? Po e kam personale. Do bet investimi për atë që ka parat. Mua që më plas. Ja, ky mendon, nuk mendon si përmarrës. Ky mendon si si përmarrës. Jo, pare. Unë më mendoj si individ, o vlla. Po, fik si vlonjat po mendon. Po, si vlonjat, pikërisht po ja. Këtë më sqaroni. Do marrësh ato dylbit e Flamengo se do ta shikosh. Këtë shikoj, të shkoj hoteli. Shiko, në radhë parë njerë me që e bëre, nëse unë duhet... Jo, është pyetje unë për vetën time jam pro investimit. Se në qofë se a ishte... Edhe unë jam pro investimit. Shkone mirë një apante me domate nga Meksika, edhe i qoni ishull, dhe unë sfidoj asgjë, po që mu prish puna mua? Ta shti, shiko, ta shti po thuet edhe shumë shpesh kjo gjënë. Ardhja e standardit dhe ardhja e brandit. Këtë po... Brandi, pra, i pari që të rëmet është paraja, thonë. Në kupton, dhe në momentin që vjen një brand, brandi vjen me vete me shumë elementë të tjerë të nën-kontraktime, të kontraktime të reja, të bankave, të bashkëpunëtorëve, dhe përveç kësaj, ana tjetër me që e more shumë personale, është edhe pjesa që përfitojnë gjithë se cili ekspertët, fuqia punëtore, të gjitha profesionet e lira, çdo gjë tjetër nga ky. Por, thelbi gjës është standardi. Dhe këtë diskutim që bëhet në parim gjatë gjithë kohës nga Partia Socialiste është tërësisht në parim dhe unë nuk dua të mbetëm vetëm këtu. Ideja është që ne mund të precipitojmë